A bën me pas kukulla në dhomën e fëmijëve, thotë edhe me majt edhe si dekorim, po edhe me lujt fëmijët me ato kukulla. Nëse ke fëmijët e vegjël edhe lujnë akoma me kukulla, bën me majt në përdhomë derisa lujnë ata. Edhe për shkak janë të lujt ose i kanë lënë edhe po han bukë ose diçka, le të rrinë në përdhomë kukulla, s'ka problem. Mirë, po ti marrësh e ti vendosësh domethënë nëpër rafta aty ti lash më duk, në momentin që nuk lujnë fëmia, merret një kofë ose një enë plastike diçka, vendosi aty dhe futi dikun nën ndonjë tavolinë ose në kauç ose që të joni mbulesë për mi. Pra, përderisa janë fëmijë të vegjël edhe lujnë, le të lujnë ata, sa dojnë, momentin që s'lujnë ata, i shtin dikun edhe i vendos në ndonjë vend ku nuk duken. Nëse fëmijët veç në rrit, atëherë në këtë rast bën me lënë që aty në kauç ose dikun me lënë, për fëmijët e tjerë ose me ia dhon dikujt dhuratë në varet, ama me lënë mi vunë për ormane ose dikun tjetër për dekor, mas janë rrit fëmija, mas i vendos, sepse kemi transmetimet e të sakta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se nuk hyn me laçet në shtëpi që ka, domethënë këso piktura ose skulptura ose lodra që kanë shpirt, domethënë që kanë figurë me shpirt.